mandatarit. Me këtë njoftimin që ka bërë gjykata kushtetuese, aty shkruan qartë që nuk ka efekt prapaveprues. Do thotë për shkak të sigurisë juridike thotë që nuk ka efekt prapaveprues, kështu që rrjedhimisht presidentja nuk ka bërë shkelje. Mirë, po ajo që vlen të përmendet është vonesa që është shkaktuar me marrjen e këtij vendimi. Mos të harrojmë, kemi pas të bëjmë me një situatë emergjence politike në vend, ku gjykatës kushtetuesi është kërkuar të marrë masë e përkohshme, që thotë të ndalohet procesi dhe pastaj të mirë një vendimarrje. Dhe gjykata kushtetuese s'ka reaguar fare. Tash ka jap një njoftim ku thotë që s'ka pas bazë për masë përkohshme. Tash normal që s'ka bazë mëse pasi që për presim legislaturën e radhës. Mirë po... Që atëherë ndodhen... Pikrisht. Ajo që mendoj politikisht duhet ta kemi parasysh është që secili përfaqësues politik në kuvend përveç atyre të listës serbe kanë problem për votimin e kandidatit të listës serbe. Edhe e dim arsyen pse. Edhe do thotë kjo ka ardhur si rezultat i një tendence politike që të izolohet ai grupim politik, pasi që me metoda ligjore nuk ka mund të mos lejohet pjesëmarrja e tyre në procesin politik. Kështu që kjo ka qenë tendenca. Në parim, mendoj që ka një pakuptimsi edhe nga gjykata kushtetuese, pasi që në rastin e zgjedhjes së kryetarit të kuvendit, gjykata kushtetuese ka sjellë rregullin e 3 votimeve për një kandidat. 9 kandidat e listës serbe janë votuar 3 herë secili, edhe nuk kanë marrë mbështetjen e nevojshme për pozitën e nënkryetarit. Në fakt 28 herë pati raund votimi për nënkryetarin. Ajo tash po e marr paralelin vetëm e vendimit të gjykatës kushtetuese ku thotë që një kandidat nuk mund të votohet më shumë se 3 herë. Nuk mund të tentohet të zgjedhet më shumë se 3 herë. Dhe kjo u përdor në rastin e kandidatëve të listës serbe, u konsumu si proces dhe në këtë rast kuvendi erdhi në përfundimin që kemi ardhur në situatë bllokuese. Do thotë e shfrytzuan këtë parimin e deblokimit të procesit përmes asaj procedurës që në këtë rast i bie që nuk ka qenë drejt, pasi që deblokimi mund të përdoret vetëm në rast se lista serbe për shembull do të kishte refuzuar që të jap kandidaturë, atëherë do të mund të zgjidhen në formën që e kanë zgjedhur. Është e qartë vendimi ose ky njoftim që tregon që shkelja në gërm është ndaj rregullorës, mirë po në frym është ndaj kushtetutës. Në kushtetutë nuk sanksionohet askund që duhet vije nga shumica e përfaqësuesve të komunitetit serb, mirë po thuhet që i takon komunitetit serb. Ajo që kjo po provon ka patur shumë interpretime, pra interpretimet bazoheshin në kushtetutë, bazoheshin në rregullore, madje përmendej edhe praktika parlamentare. Tani mes këtyre të trijave le themi kush se si ka konvenuar, ka interpretuar atë pjesë. Është fakt, po ajo që dua të ndërlidhem unë me këtë vendim është që në një farë forme deputetët të kuvendit të Kosovës nuk jepet më mundësia zgjedhjes. Je obliguar që të zgjedhësh njërin prej këtyre 9 personave. 10 nuk mund ta zgjedhësh. Do thotë drejta e deputetit për të zgjedhur sipas preferencës së tij nuk ekziston në këtë rast. Nëse 3 antarë të kryesisë i takojnë 3 grupe më të mëdha parlamentare dhe 2 i takojnë 2 grupeve të komuniteteve pakicë, atëherë pse të zgjidhen, le të emërohen automatikisht. Po të kishte qenë kjo procedurë, okej, në rregull. Mirë, po ne kemi procedurën ku nevojitet vota e deputetëve për të zgjedhur. Dhe në këtë rast asnjëri prej këtyre 9 deputetëve nuk e ka pas atë votë. Edhe pastaj ka ardhur procesi ku është votuar 1/10 që ka qenë i pranueshëm për shumicën e deputetëve në vend. Në sallë. Edhe kjo politikisht ka sens, apo kuptani. Mirë po, fryma kushtetutës, rregulloria që ka votuar vetë shumica parlamentare e legislaturës së kaluar, e cakton decisivisht që propozimi për antarin e kryesisë nga Komiteti Serb duhet të vijë nga shumica përfaqësuesve të atij grupi në kuvend. Kështu që atij komuniteti, kur thash grupi komuniteti në kuptova. Do thotë është shumë e qartë e cekur edhe e shtjelluar në rregullorën e kuvendit. Pra, do të jetë obliguese për deputetët e kuvendit të Kosovës që çdo vendim i kushtetutës është obligues. Po që ka qenë obligim edhe para gjykimit, por interpretimet e qëllimshme
edhe të gabuar. Si ka qenë obligative? Ka qenë obligative, Aliesa tha që ka qenë këtu po politike. cënohet e drejta e deputetit, po cënohet vullneti i lirë i deputetit. Në 3-4 paragrafe ke që deputetet duhet të qëndrojnë në sallë dhe të votojnë dhe të ashuajnë interesin më të mirë të Republikës. Në vitin 2014. Edhe s'ka najtë kur. Ajo është që nuk kanë vepruar interesin më të mirë të Republikës. Edhe, do ka qenë obligim për me marrë pjesë. Përkundrazi, ky obligim është edhe në ligjin për të drejtat dhe përgjegjësitë e deputetit. Kur është miratuar në vitin 2000. Po, në këtë rast kanë marrë pjesë, në këtë rast kanë marrë pjesë. Nuk është që s'kanë marrë pjesë. Ideja është që ti pe obligon deputetin me votu qatë kandidat. Po, cilë është interesi më i mirë i Republikës? Është mos zgjedhja, edhe mos marrja e garancive, edhe e zotimeve që i kemi marrë, edhe parapashimit. Pajtona përsirë që duhet. Për këtë arsye po thëmë që vetëm pjesëmarrja, sepse për qëllimet e konstituimit nuk është vetëm pjesëmarrja, është votimi i këtyre nën-kryetarëve të Kuvendit të Kosovës. Po kanë votu kundër, do thotë kanë votu, ata kanë shfrytzu drejtën e tyre edhe kushtetuese edhe politike, kanë votu kundër. Nuk është qëndrim politik mos votimi i listës i njërit nga kandidatët për deputet nga lista serbe. Është qëndrim kundër kushtetuesës. Po, ka vërtetuar me aktgjykim. Sot, edhe të ka vërtetuar edhe me aktgjykimet e tjera. Është qëndrim edhe veprim kundër parimeve bazë të gjithë përfshirjes në këtë rast të komuniteteve jo shumicë. Dhe standardeve që kemi të nërmura të cilat ne nuk mund të shmangim përveç se me ndryshimi kushtetuese. Shiqeni, a na nevojitet lista serbe për votimin e amendamenteve kushtetuese për vettingun? Aktualisht. Çfarë do të bëjmë? Ne jemi 5 vite me vonesë që të votohen amendamentet kushtetuese për vettingun në mënyrë që të votohen pasaj edhe me shumicë të thjeshtë. Dhe kur ti e synon këtë mandat ndodh ajo? E synon që këtë mandat sepse janë ankuar se mandat. Pa relaksu raportet me listën serbe, domethënë është e pamundur me ngjollë. Pa relaksim, siç po përmend avokati, edhe pa dialog transparent. Atër nuk pas ka vetting fare, nëse mbahen këto qëndrime, me to qëndrime s'ka vetting, absolutisht. Pastaj nuk mund të shkojmë te qeveria. Unë e thash edhe më herët. Se të qeveria? Po nuk mund të shkojmë të qeveria, sepse presidentja aktuale, në rast se votohet në Kuvend të Kosovës dikush tjetër, për jashtë aktgjykimit, po shqeni tash zoti Basha, kryetari aktual i Kuvendit, përmendi se si në seancën, se si aktgjykimi nuk është i drejtë, e ka interpretuar rregulloren, ai e interpreton rregulloren, dhe kjo i bie që do të kemi makinacione, fiskultura të ndryshme të cilat do t'jenë... Do të mundojmë nëse është mundur nga regjia që të na sjellin... Edhe për aktgjykimin për kryetar Kuvendit kanë thënë njëjtë, do thotë është vendim jo i drejtë, mirë po kanë qenë të obliguar ta implementojnë, do thotë ata mund ta refuzojnë si tillë, mirë po në implementim është diçka tjetër. Po ta shumë, nuk ka ndodhur tek pas aktgjykimit për zonën Emilia Rexhepi, nuk ka ndodhur tek zotin Nenad Rashiq. Po është diskutuar disa herë, por sërish duhet i kthehemi shkurt, po të mos ndahej